Sot në shkollën e mesme Prenkjakova në Shkodër u zhvillua ekspozita e arteve figurative me pjesëmarrje në nxënësve të shkollave nëntëvjeçare të qytetit të Shkodrës dhe jo vetëm. Në këtë ekspozitë u prezantuan punime të ndryshme artistike nga të rinjt, duke sjellë krijimtarinë dhe talentin e tyre në pikturë dhe arte figurative. Për pjesëmarrësit u shpërndan certifikata vlerësimi si inkurajim për angazhimin dhe përkushtimin e tyre artistik. Jam Stella Toma për shkollës Ragam. Kam fituar çmimin e parë me 2 pikturat e mia. Përshëndetje, unë jam Arlen Hysenaj, jam me shkollën tonë Gjan Toma Ragam dhe kam bërë pikturën për luftën që ato në Gazë për sensibilizimin. Unë jam Beviona Ramaj, jam nxënëse e shkollës Nikos Zogoriani dhe kam marrë pjesë të ekspozita pikturës. Kam sjellë pikturën e një gruaje normale që ka shumë ëndra dhe pret për mjë realizu. Jam Daniela Cigari, jam nga shkolla e Bardhajve dhe jam pjesë e ekspozitës të pikturës të Prenkjakova. Kam marrë çmimin e tij dhe jam shumë falendëruese gjithë mësuesve që më kanë dhënë këtë mundësi që të marr pjesë. Unë jam Matilda Mjacaj, vi nga shkolla Trink Smajli, Grudëri. Jam 14 vjeçe dhe unë kam sjellur këtu tek shkolla Prenkjakova pikturat e mia, të cilat kam dashur që t'i tregoj në këtë ekspozitë. Kam marrë një certifikat falënderimi për pjesëmarrjen dhe jam shumë mirënjohëse për të gjitha. Levisa Proni, jam në shkollë të Ismail Qemali 92 edhe kam bërë peizazhin e ishullit të Santorinit në Greqi. Ky punim ka pëlqyer sepse është një ishull që kam sillur me vizitu. Sot kam paraqitur 2 pikturat e cilat i kam bërë vetë, është një e cila lidhet me familjen dhe një me natyrën. Ekspozita u vlerësua si një mundësi e mirë për të nxitur talentet e reja dhe për të promovuar artin tek Breziri.